Çfarë duhet ketë një njeri i mirë? Një njeri i mirë duhet jetë me shkollë një herë. Shkolla duhet jetë e para? Po, shkolla. Duhet ta ketë zemrën e madhe. Po. E treta duhet të ketë një familje. Duhet të krijosh. Ose duhet mbash nënë e babën, duhet ta mbash. Sepse nuk të bëhet kush nënë e babë. Se dhe kur vritesh, apo kur pritesh, apo kur veshu, më i nanë. Fëmi, pse mos e duash edhe kur nuk vritesh? Shku që prindi duhet. Juve nuk e kini e shumë këtë. Juve as gra nuk kini, edhe një grua që meni me zi e mari. Me zi e mari, se nuk u do prindit. Po ti si e mbajt e gruan të ndu? Po që 50 vjetë, pa ma, dishin gjaj pa të thënë 2 lafe, kur vini njerëzit e grus, unë ulsha, po si më konde gja, ulsha në te, bëja më abet, grua bënde qatë donde. E ke lënë të lirë gjithmonë? Qaf shafmit, po të betohem shumë të lirë edhe të qiltër, se ka qenë e pëntore. Kur vishi njerëzit e mi, ajo nuk donde me ditë bënde, si që bënde prindrit vetë. Nga ka qenë ajo më rritë? Në Korça ishe. Korçare? Po, Korçare. Mi po, me... Po nga u njohët ju? Ti Skraparli, ajo Korçare? Shiko të shi, nënës ishte në anë e Korçës, gjyshja. Martu në Skrapar. Okej. Të shi, baba tim mori gosën e gjyshës, do në Skrapar ishin. Edhe, të shi, Daja, ka marrë të motrën e grosime, Daja ma bëri me fjalisht e mles. Po ti nuk e pe asë një herë atë? Me thënë drejtën 30 muaj, asë një herë nuk e pash. Si 30 muaj martes? Jo, fjes. Po, si se pe asë një herë 30? Jo, i thash babës e nanës, hajde thot, shkojmë ta shofim, i thash unë gjo, shko shifeni. Bëri për juve, bëne për mua. S'bëri për juve, thash u lek e shpia aty dhe maron puna ime. Ata e vendosin për ty. Sa vjeç ishe ti në atë kohë? Unë isha 20 vjeç, kurse gruaja ishte 6. Jo, ishe 19 vjeç. Kur u fejova? Po, pas e u martova 21 vjeç. Po në fshat nuk ishe ti ndonjë që e pëlqeje? Ku në fshat? Aty, lagje. Bathore. Me të ndrejtë, nuk jam marrë me ato punë fare. Hiq. Po më rëndë, kur je djali As dashnore, as... I ka taj. A të vishë të t'japim një kafe rakija t'jepim, se këtë e kam burnia. Ku të dhapim? Ku të dhapim kafen? Qëketi se... Brënda apo këtu të kafja në gjitur? Brënda. Ku kemi kafe brënda? Qke se do e gjenë? Prit një sekund, Ali. Ore ti... Por para se... Do e bëjmë një kafe. Ajtë se do na e bëjmë Lumi një kafe. Edhe do më tregosh pak për bashkëshortën. Lumi, na pri. Shiko, kjo e ka parë bashkëshortën, ne kam sjellë edhe këtu. Po jo që të ka dene, po ka ardhur, sajrë kemi patu datë linje, ajo ka ardhur. Kjo e njohin gjithë këtu, kam jetu shumë mirë. Si e ka pasur emrin? Hurma. Hurma? Po, Nur Qellari. Edhe... Kam kalu i jashtëzakonisht shumë mirë. Për 50 vjetë, e shumë i lumtur. Edhe fëmit i kam shumë, jo se janë fëmit ato, janë zotit, i kam shumë mirë, kanë ardhë këtu, kam bërë datlinjet e mia, edhe janë knaq edhe shokët. Edhe ti. Për të ndjekur Real People, bëni subscribe në kanalin tim të YouTube-it, Flori Gjini.